Festa e grurit, një festë tradicionale muzikale, këtë vit ka festuar edicionin e 7 të saj. Aktiviteti është zhvilluar në Pojan të Fierit në afërsitë e Parkut Arkeologjik të Apolonisë. Kjo festë ka një domethënie të veçantë, të pohuar drejtoresha e Artit dhe Kulturës pranë Bashkisë Fier Diana Mile, pasi nuk është thjesht festë e stines e të korrave, por një urmes të kaluarës dhe të tashmes, një urmes brezash, një trashëgimi shumë vjeçare. Sot është zhvilluar për të 7 vit të radhës si festa e grurit, një festë tradicionale e cila vjen si një frymëzim i një tradite mijëvjeçare nga antikiteti dhe zhvilluar pas viti. Festa e grurit sjell një traditë kulturore dhe bujqësore të promovimit të prodhimit vendas, të kulinarisë që i dedikohet festës së grurit, por edhe traditës muzikore, folklorike. Sot në këtë festë kanë ardhur shumë panajiri shëndërtuar me fermerët e zonës, kryesisht, të cilët për herë të parë kanë sjell kultivarët vendas të grurit, është panajiri i bukës, njëkohësisht, edhe pjesa tjetër është pjesa e koncertit festiv. Banorët e zonës, të ftuar, fermer, vizitor vendas dhe të huaj u bashkuan në gëzimit të festës së rikthyer në traditë. Nën kryetari i furrave të bukës dhe pasticerive, Petro Kulaz, ka pohuar se prodhimi i grurit është jo vetëm një që është shumë i pakët, por ka probleme edhe me cilësinë sepse i mungon shërbimi, ndaj fermerët duhen ndihmuar nga shteti në mënyrë që të gjithë furrat e vendit të bazohen në prodhimin vendas. Por fermerët kanë nevojë dhe për ndihmë nga shteti për parën, për vlerat kimike, që ata ta nxjerrin me kosto sa më të ulët të grurit, se kosto atyre del goxha e lartë dhe ata nuk kanë mundësi që ta nxjerrin vend të re. Unë personalisht jam nën kryetari i shoqatës furrave të bukës dhe pasqerisë dhe gjatë gjithë kohës ne diskutojmë problemin e grurit, se kemi lënë të parë në për furrat tanë dhe kërkojmë grur sa më cilësor. Ndërsa për kryebashkiakun Armando Subashi, kjo festë në edicionin e 7 ka marrë për masa kombëtare. Një mbrëmje fantastike sot këtu në Pojan, është viti i 7 që ne si bashki organizojmë të festë fantastike me rastin e bukës së re. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur sot, pjesëmarrja e njerëzve tregon vetë për këtë festë fantastike që tashmë ka marrë për masa kombëtare. Ne si bashki edhe këtë vit kemi bërë përpjekjet maksimale për ta mbajtur gjallë, për ta zhvilluar dhe për ta përsosur më shumë këtë festë. Ndaj unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë bizneset, të gjithë fermerët që janë bërë pjesëmarrës të kësaj feste fantastike. Faleminderit gjithëve dhe gëzuar bukën e re, gëzuar. Festa u harmonizua me ekspozitën e gatimeve tradicionale, me panajirin me prodhime të grurit të ri, me paradën e mjeteve të mekanikës bujqësore dhe muzikës.